Procesi ndaj autorit të dyshuar të vrasjes së Martin Canit do të zhvillohet me dyert të mbyllura, për shkak se si vrasësi, ashtu dhe viktima e të dëmtuarit në ngjarje janë të mitur. Vendimi për mbylljen e dyerve u mor nga gjykata e Tiranës, e cila nuk arriti të shprehej për kalimin ose jo të dosjes për gjykim gjatë seancës së parë paraprake. Kjo pasi si autori i dyshuar Mario Porlleshaj, ashtu dhe i plagosuri Luiz Meçaj nuk kishin marrë aktet e dosjes. Për këtë arsye, gjykata ju la kohë deri më 27 mars që të njihen me dosjen e më pas të vijojë me procesin. Nëna e Martin Canit tha se pret drejtësi për vrasjen e të birit dhe kërkoi që procesi gjyqësor të jetë i hapur. Unë e kam thënë dhe nuk të ishem, dhe luftoj deri në fund, dalë drejtësia, sepse ne nuk kemi qenë thirrur as nga arsimi, as nga mësuesët, as nga asnjë, dhe fëmia im humbi jetën në mënyrë tragjike, edhe me rrethana që ato ishin të menduar. Edhe unë do kom ngul, edhe do luftoj që dalë e drejta, për drejtësi kemi ardhur, dalë e drejta dhe të mbrohen gjithë fëmijët, sepse sot më ramu nesër mund të bëjë kujdo. Martin Cani u godit për vdekje me thik nga Mario Porlleshaj në tetor të vitit të shkuar. Ky i fundit plagosi edhe shokun e Martinit. Ndaj Mario Porlleshajt është ngritur akuza e vrasjes për shkak të cilësive të veçanta të viktimës.